Mbledhja radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër e planifikuar për miratimin e 12 pikave të saj, pavarësisht miratimit të rendit të ditës, nuk u zhvillua për shkak të bojkotit të Partisë Demokratike. Pas disa diskutimeve mes këshilltarëve të djathtë dhe kreut të Këshillit Bashkiak Oltion Luli, këshilltarët e djathtë nuk eran dakord me renditjen e pikave të rendit të ditës dhe u larguan nga salla. Na nuk jena pjesë e projekt vendimeve të paligjshme. Faleminderit. Numër 1 për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit tip ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe distributorëve vendaste të huaj për shfaqjen e prodhimeve audiovizuale në Kinema Republika. Na sena këtu për me plotsu tekat e kërkuj. Këta në qosë të dërë me najtë rinë, nuk dërë me najtë tiken. Shkoda i shëfë, se ta kanar vëtë me ba se hirë, me ba politikë dhe asë gjatë tjetër. Pas kësaj, numri i nevojshëm i këshilltarëve bashkiak nuk ishte i mjaftueshëm për të vazhduar me procedurën e votimit. Si pasojë, nuk u miratuan asnjë nga pikat e rendit të ditës, përfshirë këtu miratimin e fondit të ndihmës ekonomike për 6%, kalimin e projekt vendimit për plazhin e Velipojës dhe fondin për rehabilitimin e Kinema Republika. Rradesha shkeqardhje për kolekt të cilët nuk patën as mundin për me një gju projekt propozimin që na kishim për një menaxhim krejtësisht ndryshe dhe me shumë vizion për plazhin e Velipojës. Ne kemi një plan të qartë se si mendojmë ta menaxhojmë plazhin e Velipojës duke nisë tek ndryshimin kryesor që po kalon sot industria e turizmit. Qysh tek numri i turistëve që po ndryshon nga viti në vit, qysh te tipologjia e turistit apo dhe menaxhimi i plazhit tek VKM-ja e 2024 që ka nxjerrë tash. Në 2024 dhe përpara menaxhimi i plazhit Velipojës ka pas dy opsione. Pra opsioni i parë ishte menaxhimi nga privat, 70% dhe 30% ka pas menaxhim nga bashkia ose plazhi publik. Propozimi i ri është që kishim 3 opsione për sa i përket menaxhimit të plazhit. Pra e para ka ndryshuar VKM, që tash një pjesë e plazhit menaxhohet nga hotelet, pra ajo është lënë një hapësirë të kume njësive akomodimit. E dyta është pjesë e plazhit publik, që kjo nuk nishon, bile për hir të vërtetës është rrit pra pjesa sipërfaqe e plazhit publik. Dhe mundësia e tretë që VKM i jep bashkive është që një pjesë saj mund ta menaxhojnë të bashkitë. Në këtë aspekt na kena bën një plan të detajuar menaxherial në formën e planit biznesit dhe strategjik, po dhe logjistik, duke e quajtur plazhi ekonomik për Bashkinë Shkodër. Hera dytë që kolekt e partive të tjera politike braktisin mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Kjo nuk është për qëllime dhe për të mirën e qytetit të Shkodrës, por është për qëllime të vetme elektorale dhe partijake. Qytetarët e Shkodrës duhet të jenë të vëmendshëm dhe ta kuptojnë situatën të cilën gjenden sot, sepse të braktisësh për herë të dytë 3 projekt vendime shumë të rëndësishme për qytetin e Shkodrës, ku ky është projekt vendimi më i rëndësishëm për sa i përket hapjes së zonit turistik, ku sot është prezent edhe kolegu jon i nderuar Gjovalin Doj, i cili është banues në Velipojë dhe e ka pasur arsysh për të qenë pjesë e kësaj mbledhjes edhe për të vazhduar me procedurën e votimit dhe për ta çuar përdit punën në hapjen e zonit turistik. Më herët, grupi i këshilltarëve të Partisë Social-Demokrate kishin lajmëruar bojkotin e kësaj mbledhjeje, pasi e kishin akuzuar se këto pika të rendit të ditës po përdoreshin politikisht, por kjo kërkesë u refuzua nga këshilltari i PSD në Shkodër Gjovalin Doj, i cili nga dita e sotme dha dorëheqjen nga qenia pjesë e grupit të këshilltarëve social-demokrat për t'u bashkuar atij socialist. Që nga ky moment nuk jam më këshilltari i grupit të PSD-s. Arsyeja është që duhet të mbështes gjitha projektet e Bashkisë Shkodër, që për këtë na kanë votuar qytetarët e Shkodrës, mu të Velipojës. Ju lutem, s'ka doa trokitje. Nga ky moment jam pjesë e grupit Partisë Socialiste. Si pasojë e akuzave politike, 12 pikat e rendit të ditës, përfshirë dhe pikën e ndihmës ekonomike, do të shqyrtohen pas zgjedhjeve të 11 majit.